Nuk është sukses vetëm, më thonë, marrja e njohurive, po këto njohuri duhen të shoqërohen me edukat. Pse se njeriu nuk e ban njeri vetëm njohuri që i ka përfituar për shembull nga studimi se kemi, por njeriu bëhet njeri me edukatën që më thonë e ka marrë gjatë mësimit. Se një arsimim i mirëfillt duhet me prodhu një njeri të edukuar, një arsimim i mirëfillt. Parashtrohet pyetja për shembull, një plak të themi i parsimuar, mirë po që ka edukat, është në gjendje më të mirë apo një i arsimuar i cili, më thonë, është i pamoralshëm, i cili është mashtrues. Nuk ka dyshim se brenda shoqërisë edukata do ta ketë peshën më të madhe se sa shkati nëse për shembull ke kry një fakultet ose një studim postdiplomik ose je bë ekspert në një lëmi, ndërsa për shembull je i pamoralshëm, mashtrues, tradhtar. A edukata të mëson që ti sa më i ditur që ti jesh më i ngritur edhe, domethënë, ti jesh më i ngritur edhe në aspektin e edukatës.